e vetë qeverisës dhe kushtetues. E para. E dyta, ne do ta përdorim dialogun për ta forcu subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit Kosovës. Kosovës i ka ndodhur dy mrekulli. Mrekullia e parë është liria e këtij vendi që ka ardhur prej luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mrekullia e dytë dhe arritja më e madhe kombëtare është vetë shteti pavarur i Kosovës me këtë flamur që mu kur ma ofendon dikush flamurin e Kosovës, më ndokna që po ofendona one për shkak se është shteti i dytë i shqiptarëve që ka ardhur me konceptin e dialogut, me dialog me atesarin, se na nuk jem shku në mënyrë unilaterale. Çka kemi në detyrë? Mrekullinë e tretë, mrekullia e tretë, antarësimi i Kosovës në organizma ndërkombëtar, në NATO, në Këshill të Evropës, vjen vetëm atëherë kur mbi premisat që i theksova që duhet mbrohen, i bojmë veprimet e nevojshme, jo koncesione, po kompromise. Kur ka bu Kosova, një moment, kur ka bu Kosova kompromise, ka ecë për para, Ramboje ka bu kompromis, por intervenimi NATO-s, por liria, atisari u bos kam besu që e ka emnin pavarësia. Pra, çka duhet me bo si klas politike? Duhet ulim dhe të flasim sinqert. Nuk kemi rrezik prej konceptit multietnik se s'ka 3-4%. Na kemi rrezik prej një politike armiqësore edhe prej një politike në thojza patriotike të valvit e knej do të thotë knej ndodhin të gjitha veprimet që e dëmtojnë sovranitetin. Faleminderit. Marrëveshja Kosovë-Serbi përfshin edhe vetë menaxhimin, por edhe asociacionin në komunave me shumicë serbe. Pyetja është, hajni të gatshëm me një përsipër zbatimin e asociacionit ose vetë menaxhimin. Kodi ose e nisi me ju?